Gazetari Rifat Ymeri kishte ftuar në studiot e premten kritikun e njohur letrar zotin Kadri Ujka, ish kryetarin e komunës së Shkelit zotin Mara Shkolnika dhe publicistin Due Bacaj. Ndërsa në pjesën e parë është folur e debatuar për 24 vjetor në lëvizje studentore që përmbysi diktaturën komuniste. Në pjesën e dytë është folur për përkujtimin e datave historike në treven e Malësisë dhe gjithë qarkun e Shkodrës, evenimente që dhe pas 24 vitesh pluralizëm politik vazhdojnë të përkujtohen të ndarë nga forcat kryesore politike në vend. Kështu përkujtohet lufta e Koplikut, lëvizja e Postribës, rezistencia e Këlmendit, kryengritja e Malësisë në Nullheqin edhe Shmarashit e tjerë. I vetmi që ka mundur t'i bashkojë forcat politike para më shumë se 15 vitesh në përkujtimin e luftës së Reqit, ka qenë ish kryetari i komunës së Shkelit zoti Mara Shkolnika, i cili i lidhur me faktin e shprehur. Lufta e Reqit nuk e ka zgjidhur partizan, nuk e zgjollën si vend komunist. Nuk njeh komunizmin në atë kohë. Reqi nuk ishte vatër e qerë dhe komunistash. Ishte një bajrak, si gjithë bajracit e Malësisë Madhe. Unë bashkë me Celsufin, pas Rahmet, që ishte kryetari i veteranëve, një burr jashtëzakonisht i mirë, i njohur i gjithë Malësisë Madhe, që do t'i kalon mbresa të jashtëzakonshme. Ju them, Cel, kur duhesh ti? Do të bëjmë kompromis bashkë, siç shtunën si diell. A di çfarë thotë? Për disa njerëz që janë pak ekstremista e punës, a bojmë edhe i çfarë rol diell, kur duhesh, ti atëherë thotë pe bojmë kur duhesh. Më pas është folur edhe për ruajtjen e vlerave tona kombëtare duke sjellë në vëmendje për kushtimin e Marubit të Malësisë, Shtefeni Vezaj për ngritjen e Muzeut Historik dhe Etnografik të Malësisë në fshatin Lekaj të Tuzit, muzei veçantë që ruan vlera deri 2400 vjeçare të historisë tonë kombëtare. Gjatë emisionit ka patur mjaft telefonata dhe pyetje edhe nga Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.